Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eleana, sot kemi një vlog të ri. Edhe jam veshur, jam bërë gati, sepse po shkojmë në palestër me çunin misterios. Hello. E kemi marrë shumë seriozisht këtë palestrën. Dita është e shtunë, edhe tham të nisim me pak gjimnastik, me pak energji, me pak pozitivitet. Nuk e di asun që a them në këtë moment. Edhe pastaj do shkojmë për pak shopping, sepse shoku im po kërkon për syze dielli që nuk ka. Nuk e di si ka mundësi ky njeri del jashtë në diell edhe të mos ketë syze. Unë jam kështu, qërojmë, nuk mundem. Edhe I them që duhet t'i marrësh ato syzet, sepse do të bëjnë atëm syt, po nuk I veshe. Këto kemi në program deri tani, edhe do shohim pastaj ç'a tjetër do bëjmë. Po. Tengo todo lo que tengo, no busco cualquiera, es un mal deseado. De noche siento el olor, casi loca por tu amor, no quisiste mi calor. Sa hyrëm te makina, mbarua me palestrën, erdhëm direkt të shikojmë për syze, edhe thjesht hyrëm te dyqani parë, kështu kot, tham prit të shikojmë. Që e kishim në mendjen e që do kërkojmë në shumë dyqane, derisa të gjejmë ç'a I shkon, këtë janë di, se kishte një problem shoku im më thoshte, nuk më shkon mua asnjë palë syze, nuk më shkon asgjë me fytyrën time, nuk më shkojnë mua syzet, edhe thash do rrim sot 3 orë të kërkojmë. Sa hyrëm në dyqan, te dyqani parë, gjetëm syze. Edhe kushtonin 150, në I laj dhe 120, kështu që yll fare. Taran! Shikoni sa cute të bukura që janë. Xhami duket shumë I të I dukshëm, por na tha, edhe na I vuri edhe në provë ai pronari, që kur dalin në diell, xhami ersohet, edhe mundesh t'i veshësh që në mëngjes deri në darkë. Eri nuk janë shumë cute, shumë të bukura. E shikoni, edhe kanë këtë ngjyrë tartaruga, si e themi. Shumë stylish. Edhe me që nuk mundeni t'i shikoni te shoku im, do I shikoni te fytyra ime. Mua nuk më shkojnë. Të shkonin më shumë, edhe kaq. Të reja të ditës. Edhe tani, po ikim të shkojmë të hajmë do një sufllaqe, sepse normale mbas palestrës nuk do hash edhe një sufllaqe, të marrësh proteina, të marrësh gënjej veten time në këtë moment. Po shkojmë thjesht të hajmë dallalliqe, edhe të shkojmë pastaj në shtëpi. Jam kthyer më në fund në shtëpi, edhe bëra banjë. Ndjem më në fund e pastër, e qetë, edhe tani po mendoja të shtrihem pak, të fle pak gjumë, sepse edhe dje në darkë nuk fjeta fare mirë. Fjeta nga ora 3 mëngjesit, sepse kishim dalë dje. Kishim vajtur bashkë me shokun tim të shikojmë teatr, që thoni u kthem vonë, sepse mbas teatrit vajtëm pimë edhe diçka, një gotë verë, edhe pastaj u kthem në shtëpi, edhe derisa të shplajmë, të lajmë, të bëjmë gati për gjumëve të ora 3 natës. Edhe u zgjova sot në orën 10, që të bëjmë gati, të shkojmë në palestër, të arrim të shkojmë edhe për shopping që deshim. Edhe tani un jam pak kështu, si pa gjumë. Tash do shtrihem ndonjëherë të fle gjumë, por jo, sepse mami me babin do shkojnë tani për kafe, edhe pastaj do shkojnë edhe në supermarket. Edhe un, nuk është që duhet të shkoj për kafe, por do të shkoj në supermarket, sepse dua të marr 2-3 gjërka, pak kos, se kam filluar pa haj ato kosët me proteina brenda, sepse po mundohem të rregulloj pak dietën time. Mos shikoni sot që hëngra sufllaqe, po gjithë javën nuk kam ngrënë jashtë. Nuk e di po më besoni apo jo, kam ngrënë oriz, kam ngrënë mishpule brenda javës, kam ngrënë makaronka të zeza me salcë, që është shumë okej si ushqim, ma ka thënë motra. Prandaj duhet të shkoj edhe unë në supermarket, të zgjedh gjërat që dua unë të haj. Edhe përveç kësaj e kam qejf të shkoj në supermarket me mamin e babin. Ndjem si fëmijë e vogël. Shikoj çdo gjë që më pëlqen, them do marr edhe këtë, do marr edhe këtë. Edhe di që kjo gjë nuk do ekzistoj më tek kokaime kur të ik nga shtëpia për shembull, sepse kur të ik nga shtëpia dhe të duhet të bëj supermarketin për shtëpinë time vet. Nuk do shikoj diçka dhe do them, dua të marr këtë. Do shikoj diçka dhe do them, bo, sa shtrenjtë është kjo.
Kështu që po e gëzoj tani sa mundem. Kështu që thoni, nuk do shlodhem fare unë. Sot kam ngelur rrugëve. Vura pak kremrat e mia. Do vej sigurt edhe pak concealer sepse nuk e di ç'a pëson fytyra ime. Kam këto puçrat e vogla edhe këtu lart, edhe këtu poshtë. Më janë bërë si akne. Më acarojnë nervat, nuk mundem t'i shikoj në pasqyrmë. Nuk e di ç'a të bëj. Kam përdor çdo lloj kremi që ekziston. Nuk e di ç'a të bëj më. Mbase duhet shkoj në një dermatolog, do ta shohim në një moment të dytë. Edhe që thoni, teatri që pash dje ishte fantastik. Fantastik. Besoj që ja vlen çdo njeri të shkoj ta shikoj, kalonte mesazhe shumë të bukura, po thjesht ishte i rënd. Domethënë si teatr ishte shumë i rënd, kaloje nga gjithë fazat e emocioneve. Në një moment të qeshje, pastaj të qaje, pastaj të kishe nerva me shtetin, me njerëzit, me komunitetin, me çdo gjë. Pastaj mund të bënte të ndiheshe awkward, nuk dije ç'a të bëje, si të reagoje. Unë po doni ta shikoni, do ju le emrin këtu. Thjesht ta dini që ka sharje brenda dhe prandaj për këtë arsye nuk lejohet të shkojnë fëmijë poshtë moshës e 18 vjeç, që është shumë logjike sepse kush e ka parë këtë teatrin do ta kuptoj arsyen pse. Ka filluar po më pëlqen shumë teatri, është një hobi shumë i shtrenjtë, e vërteta është, sepse për shembull biletat fillojnë nga 18 deri 25, 27, 28, diku atje janë. Besoj që ja super vlen, është sikur shikon një film, por që luhet në atë moment të sy tënde nga njerëz real. Edhe për mua kjo është një eksperiencë fantastike. Dua të filloj të shkoj pak më shpesh në teatr, thjesht po mundojmë ta mbaj pak veten sepse ju kam thënë, ekonomi bashkë me gjithë gjërat që dua unë, që kam unë të trurim që dua të bëj në rutinën time, nuk shkojnë bashk. Do më dhem pak xhepi, po filloj të shkoj çdo javë. Prandaj po mundojmë të shkoj një herë në 2 javë, për shembull, ose një herë në 3 javë që ta balancoj pak. I hidratuam edhe buskat tona, Rectolano Lips. Unë ja adhuroj. Më kishte sjellur motra nga Italia, edhe janë fantastike. Veç këto përdor. Jam gati, vesha setin tim të ri nga Baby Boo. Rishikoni, nuk është shumë cute. Edhe është edhe shumë e rehatshme. Prandaj thash ta ve tani që është natë dhe bie pak edhe temperatura, që ka edhe xhaketë kanë vete dhe duket super bukur, e cute, e nice, e të gjitha. Ma? Gati? Gati? Ne tham do shkojmë te Mikeli për kafe, por na mori tezja në telefon që do vi për vizitë. Prandaj vajtëm në supermarket, u kthem në shtëpi. O sa vajze mirë që është kjo. O që më rinë mua këtu që ti lajmë këmkat. O zot. Bravo Lunica. Supermarket haul time. Për 2-3 gjëra vajtëm një qese e mbushëm plot, po hecmo. Buk për tost të bardh. Unë kisha marrë buk për tost të zezë, cilin e kam në sirtar, sepse thash duhet të filloj të haj pak më shëndetshëm. Nuk më pëlqen, nuk ka shije, nuk më shijon tosti. Nuk mundem të haj tost me buk të zezë, nuk mundem, nuk më pëlqen. Ç'a të bëjtem? Mora të bardh. Vazhdojmë. Mora buk të thekur. Pa vaj, e mbajta veten se me vaj janë shumë të mira, po i mora pa vaj. Pastaj kemi lule shtrydhe, pak marule, sheqer të zi, gjallë, krem pana, të gjitha këto i ka marrë mami me babin sepse duan të provojnë të gatuajnë trileçe. Nuk e di si do shkoj kjo, shpresoj të dal e mirë. Nuk e kam provuar, më duket ndonjëherë tjetër. Amita me karot, moll edhe portokall, shumë nice. Një mi Monstera, të cilat janë të babit. Babi këto i ka si ujë, i pip për ditë. 2 kos, të cilat unë i haj në mëngjes. Janë me kakao edhe me 20 gram protein. Letra të lagura Detol për banjë. Unë të një gjeta këta, e cila është si tip amita me fruta. Këto lloj amita i pija kur isha e vogël, se janë për bebe. Edhe pash, më kujtovi fëmirin time, edhe thash do ta marr. Edhe përfundimisht 2 salcra. Duhet i vet tani të gjitha në përvende, edhe pastaj. Do ju them ç'a ndodhi tani. Më mori telefon shoku im, më tha që i tha një shok nga puna. I tha të shkojmë pastaj të pim të gjithë bashkë diçka. Të gjithë bashkë do me thënë, unë shoku im, ai shoku i shokut tim, edhe gruaja vet. Edhe unë isha në një fazë
Po nuk do të dal nga shtëpia se më ka zënë edhe një dhimbje kokje tani. Nuk kam tentur fare në shtëpi sot. Nuk kam fjetur as gjumë. Edhe tani jam në një fazë që po bie trupi, po bie energjia. Por ç'a të bëj? Do shkoj? Kështu që duhet t'i vetë gjitha në përvende dhe pastaj të filloj të vishem e të bëjmë përsëri gati që të dal. Skaqe, të gjitha të shkojmë bukur në këtë jetë. Kam lënë një dhomë rumuj, por të paktën jam gati, nuk ju fola deri tani sepse po bëhesha gati dhe po mundesha të bëj sa më shpejt, edhe thjesht kapa flokët lart sepse fillova t'i bëj kaçurela. Më dolën mos më keq, edhe thash kapi lart të mbaroj filmi, është gjëja më kollaj që mundem të bëj. Nga poshtë vesha këtë fundin, të cilin e mora pardje nga Mind Your Style, një dyqan këtu afër nesh në Peristeri, për ju që jetoni në Athinë. Ka rroba shumë të bukura, unë e them sepse vërtet i adhuroj. Edhe ka edhe sorç nga poshtë kjo, por duket si fund. Po je e siguruar që nuk do të duket diçka, po ule, po u përkule, po këtë janë dek. Edhe është me vija të bardhe që më pëlqen shumë, prandaj e vura edhe një bluzë të bardhë të kombinoj pak fundi me bluzkën. Çantkën time Gucci. Aha. Kombinova edhe me këto xhingla-minglat e mia gold, edhe më duket jam super gati. Në këmbesha taka, çizme. Edhe do vesh edhe nga lart një xhaket të zezë, elegante. Edhe ne do flasim nesër me shumë mundësi, sepse tani sigurt nuk do ju marr me vete, sepse do jem me njerëz që nuk i paranjoh, i kam parë 1-2 herë në jetën time, edhe kam turp ta marr kamerën me vete dhe të flas. Prandaj do flasim nesër. Shpresoj të shkojnë të gjitha mirë edhe të kthehem më në fund në shtëpi të flequr. Bye. Nisemi për në Jusk. Por kësaj radhe besoj që do jetë hapur. Për ju që mund të mos e keni parë, herën tjetër vajtëm në Jusk të dielën se ma tregonte që ishte hapur, vajtëm atje ishte mbyllur. Edhe na ngjeli këtu na ngjeli, edhe sot tham që duhet të shkojmë. Nga inati për Nga inati, po. Çe mban këtu me? herën e aromës atë. Dikush ka vënë parfum, po parfum të shpifur. Ma, nuk na do Juskure. Nuk na do, ç'a të bëjmë? Po kërkojmë gjitha të gjërat, nuk gjetëm asgjë. Ç'a të bëjmë tani? Do ta bëj të rendëm edhe në për dyqanet të tjera. Po, unë dua të shkoj një herë në Jumbo, duam të shkojmë pastaj në Pepco prap, edhe kemi këto muhabete tani. Babin e kemi lënë poshtë, po pin kafe. Jemi kthyer në shtëpi. Edhe do ju bëj një haul të shpejt me gjërat që arritëm të marrim, sepse mbas Juskut vajtëm edhe në Leroy Merlin një xhiro. Te Jusku morëm 2 gjëra për dhomën time. Morëm këto lulkat këtu, të cilat mua shumë më pëlqejnë. I ve kështu në një raft, edhe varen këto poshtë, edhe duken shumë bukur si dekorim, si një... Po, vazhdoj me lulet tjera, falso ndërkohë. Edhe njëra edhe tjetra. Mora këto lulkat, e mbani mend te video e kaluar që ju thash që kam bler një vazo, edhe nuk dija ç'a lulet ve brenda. Gjeta këto edhe thash, shumë nice, shumë bukur, më pëlqejnë edhe ngjyrat që kanë, janë neutrale, shkojnë me dhomën time, mora. Bënin diku te 11-12 euro, shumë shtrenjtë. Vajtëm pasaj në Leroy Merlin. Mami mori këtë raftin këtu, të cilin do ta ve. Mami deshte ta vinte, ta priste, do me thënë se është shumë i gjatë, edhe ta vinte këtu. Këtu tani kemi këtë, që prape kemi bërë DIY, babi. E ka vënë telefonin lart, se nuk kemi ku ta vëm këtë telefonin. Edhe si përfundim, më tha mami që e provovi edhe telefoni nuk nxen te kjo. Prandaj mami më thotë që do ta marr raftin edhe do ta vë në sallon, lart nga televizori. Do ta vë mami tani këtë raftin këtu lart. Edhe i thash jo, se nuk më pëlqen, më duket e shpifur. Do ta mbush shtëpinë me budallalliqe. Vere te dhoma jote po ashtu. Te dhoma jote nuk e kam problem. Vere dhe 3, 4, 5, 16 rafte. Po do. Edhe tani vazhdojmë. Mora 2 sete varse të bardha,
për dollapet e mia, se po mundohem avash avash ju kam thënë, çdo herë që shkoj në këto IKEA Leroy Merlin të gjitha për shtëpinë, marr edhe pak varse që t'i heq ato vjetrat që kanë plastike edhe të ve këto, derisa t'i kem të gjitha të bardha. Mami tani deshte të ble përsëri këto, të cilat janë varse që i vën te dera, po nuk je nevojë ti vidosësh, sepse edhe ne nuk duam të hapim 100 vrima në për dera, në për mure, në shtëpi, në për dyer. Po, prandaj kemi marrë këto, të cilat janë shumë kollaj, i vën derë, i heqin nga dera kur të duash ti, edhe janë të rehatshme. Edhe 2 të tjera, 4 sot. Pastaj kemi 2 korniska, të cilat kanë efektin e drurit. Edhe i mori mami për dhomën e vet, sepse unë për shembull nuk mbaj fotografi të dhoma ime me korniza. Mami që i ka qef, mori të paktën korniza të bukura. Se kishte Ato fotografi që kanë do i ndroj të i vjen këto, se janë kornizat vjetra. Po, ato korniza që kishte do i hedhim, shpresoj. Mami nuk ka shans t'i hedh, do t'i çoj në Shqipëri. Qa nuk na duhet në këtë shtëpi, mami e mbledh në dollap, i ve në përqese, edhe thjesht më thot, do i çojmë në Tiranë, te shtëpia në Tiranë. Ndërkohë atje nuk t'i përdorim kur, sepse nuk për një javë shkojmë. Edhe aty i mbledh i lenja, edhe i hedh pastaj. Po, i çojmë që t'i hedhim në Shqipëri, nuk i vjen mirë t'i hedh këtu në Greqi. Edhe fundit që morëm nga Leroy Merlin, është kjo këto, e mori mami, pëlqevi, bënte 3 euro, i thash mami, merri. Pse jo? Edhe, para se të kthehemi në shtëpi, kalon në një dyqan, ka veç drita, gjëra elektrike këto. Edhe vajtëm atje sepse ne tani duam të ndrojmë këto rrumbullaket metalike që janë rreth dritave që kemi në tavan, sepse i kemi në ngjyrë silver, edhe i deshim t'i ndrojmë t'i marrim gold, që të shkojmë me sallonin ton, që i kemi të gjitha gold. Se vum edhe mbazhurin tani në këtë ngjyrë, edhe tham pse të mos i ndrojmë edhe këto, t'i kemi të gjitha të njëjtat. Vajtëm atje ne, ti porosisëm, të cop duam. Edhe na thot, okej, kur të vinë, do bëni dhe pagesën, po na dha një faturë, e cila thoshte sa kushtojnë ato. Edhe e merr mami faturën në dorë, thot 100 euro, gazi 100 euro, jo. Ndenti atje goca na bëri porosin 10 minuta, i tham pastaj, jo, nuk i duam. Se babi pastaj kuptovi që ishin shumë të shtrenjta, kishte në mendje që do bante 2-3 euro e copa, 3,5 i kishte marrë këto silver, edhe mendonte që diku atje do jetë edhe goldi. Hajde, tha të jetë 1 euro më lart, 2 maksimum. Po pastaj pam që bante 10 euro i gjys copa, njara. Edhe e lam këtë si mohabet, mund të kërkojmë të gjejmë diku tjetër, t'i marrim pak më të lira, sepse vërtet është, të prishësh kaq lek. E morëm gjithë këta mbazhurin të bukur në sallonin ton me 35 euro, edhe të marrim këto metalike tani në ngjyrë gold të na të shkojnë 100 euro, është pak absurde. Nuk na prishën edhe punë, shumë të bukura janë edhe këto. Kush ri shikon tavanin tani? Ecmo. Përshëndetje, nga një ditë të re, bëra prap disa blerje. Edhe thash të bëjmë një haul, sepse pse jo, ju thash që duhet të shkoj edhe në Jumbo, sot ishte dita që vajta edhe në Jumbo, edhe në Pepco përsëri. Me që kishte edhe diell, edhe kohë të bukur, mbas Jumbos vajta edhe një xhiro me gocat, me Marinën edhe Keidin në park. Hecëm pak, morëm pak rrezet të diellit, edhe tani u ktheva në shtëpi. Duhet të vendos gjërat që mora, por njerë le të bëjmë haulin ton. Them të filloj me këtë të Pepcos, që është veç një gjë. E morëm këtë pjatën, sepse mendovi mami ta mbajmë në sallon. Në sallonin ton do gjeni gjithmonë ara. Në këtë shtëpi kemi gjithë vitin ara. Edhe i mban mami në një pjatë shumë të shpifur. Edhe nuk duket fare bukur në sallon, edhe prandaj tham të marrim këtë, të paktën t'i vëmë këtu brenda arat edhe të duket shumë very cute, shumë very nice. Edhe kjo bënte, kushtonte 9 euro. Pepco pse ka filluar edhe i ris këto çmimet, nuk më pëlqejnë shumë. Atë peshqirin, bëni sigur nuk e shikoni. Sigur nuk ekziston, okay? E kemi lënë atje të thajt, sepse i kishim larg, edhe nuk mundemi ta mbajmë gjithë orën jashtë në balkon, sepse ka plur. Edhe do bëhet pis, prandaj e sollëm këtu te dhoma ime, që e hap edhe unë gjithë orën kondicionerin, që të thahet pak më shpejt, prandaj kam backgroundin pak kështu të shpifur, s'ka gjë. Tani vazhdojmë me Jumbo haul. Atëre në Jumbo mora njerë këto, të cilat janë si tip zarfa, po kanë brenda edhe këto flluckat. Edhe i mora kur duhet të dërgoj ndonjë pako,
të kem këto, që të mos prishen edhe robat. Vazhdojmë. Mora këto, të cilat i ve jashtë te pakot e mia që dërgojnë në Vinted, po nuk e keni kuptuar deri tani. Edhe këtu shkruaj kodin e porosisë. Mora tani edhe këto qeset të treja, sepse disa nga robat që më kanë porositur janë më të mëdhaja, edhe nuk nxejnë te këto zarfat këtu. Më kanë mbaruar ato qeset që kisha marrë nga Shein, kisha marrë disa qeska që ishin si tip plastike, edhe nxinin shumë gjëra brenda. Më kanë mbaruar, nuk kanë bërë akoma porosi nga Shein, prandaj vajta vleva këto nga Jumbo, derisa të marr të reja nga Shein që janë apostafat për këtë punë që të dërgosh rroba gjëra. Morë edhe këto, këci, që t'i ve brenda te pakot, të ve nga pak, estetik. Në Vinted e kam emrin Eleana AK, sepse më keni pyetur edhe te komentet që ta dini. Pastaj vazhdoj me këto, që janë krara janë. Më duheshe një e holl si kjo, sepse ajo tjetra që kam më shtyr. Do herë haroja të marr krër, më në fund u kujtova, e mora. Pastaj mora pak popcorn, si tip dietik që jam, sepse kur shikoj do një film natë ose do një serial, më hajnë popcorn tani ç'të bëj? Duhet të haj diçka të fus në gojë. Pastaj mora këto të treja, janë 3 ngjyra të ndryshme, edhe janë letra që kanë mbrapa ngjitës, edhe më duhen për universitetin. Pastaj kemi një notebook, edhe këtë e mora për universitetin, stilolapsa për universitetin. Mami tani deshte të mirte këtë gjë, e cila është që të vesh kartopecetat brenda. I kishim marrë gjyshit për shtëpinë e vet një të këtill, e pa mami më tha, shumë e bukur është kjo, të marrim edhe ne një për në shtëpi. Kjo më duket ishte të tipit 2 euro. Pastaj kemi një peshore, këto të kuzhinës, nuk është shumë cute, ka efektin e marmarit. Edhe ne kemi të shtëpia, por e mora dhurat te çuni misterios se më thoshte që i duhet një të shtëpia e vet. Tani me që vajta në Jumbo e pash, thash pse jo, t'ja marr dhurat. Edhe këtu ishin. Tani duhet i vete gjitha në përvende, edhe pastaj duhet të filloj të paketoj disa porosi që më kanë bërë, disa goca, edhe t'i dërgojmë te Box Now. Edhe tani që mbarova me pakot, erdha në kuzhinë. Mami sigur që do vazhdoj të bëj zhurmë tani. Patjetër. Është kthyer edhe mami në shtëpi, mua më ka erdhur që dje oreksi të haj ato biskotat që kisha bërë në atë videon me çunin misterios që bëni pyetje që ta njihni. Kishim bërë ca biskotka që mua më kanë ngelur në mendje. Ishin nga biskotat më të mira që kam ngrënë në jetën time. Edhe tani këtë ditë mos ndodh sepse i bëre me çunin misterios. Mbase. Sot nuk do të arrijë Sot do mira. jetë e vërtetë. Jo, sot do jetë e vërtetë nëse do të shijojë në vërtetë, do duken e shijshme. Po, do ta provojmë. Do ta provojmë edhe një herë me mami. Ti duhet vesh pak dashuri, të mos më nxitosh, të mos më stresosh, që ta bëj të dal mirë. Do dal super, po të rish qetë e bukur kështu. Po ti e di që unë Po unë e di, prandaj them. Riurt sot. E kam nxjerr gjithë ingredientet këtu në tavolinë. Do marr mikserin ton, këtu brenda 8 tasi. Do fillojmë të vëmë gjalpin ton, 150 gram. Pastaj sheqerin ton, thoshte brenda recete që duhet të vesh edhe sheqer të bardhë edhe sheqer kafe. Po ne kemi vetëm të bardhë në këtë moment, edhe përtoja të shkoj deri në supermarket, kështu që do ta bëjmë veç me të bardhë. Ne, po kjo vetëm me të bardhë mund t'ja ndrojë rezultatin. E pastaj do thuash e ke fajin ti, do ma thuash. Nuk do më dash mua fajet pastaj. Po unë sa herë me ty fajin, sa herë, pori. Edhe duhet të vëmë edhe pak krip, pak fare, një çik fare. Sa guzhonjere mirë që je, o zotne, sy, shikoni kupton të gjitha. Edhe tani do e vëm të punoj mikseri për 3 me 4 minuta, thot këtu. Edhe tani marrim prap tasin ton, miksi duket disi kështu, edhe duhet të shtojmë 2 veza brenda, një... 2 vezë. Edhe një kështu, si quhet kjo, me vanilja. Do i çaj te tasi vezët, mami mos më shikot se më streson. Mirë çava, nuk ka asnjë buask. Pse nuk komenton? Kur i bëj mirë, nuk komenton. Kur si bëj mirë, Elana, më shan. Po pres të mbarosh e ta shikoj rezultatin.
Mos më shiko thash, kur më shikon më vjen guaska. Kur shikoj komentoju. Kur më shikon më vjen guaska brenda. Ja shiko tani. E rrezikshme je. Asnjë guask. E rrezikshme je. Sa ja? Kjo tasi këtu kam vënë 280 gram miell. Edhe do vëm brenda edhe gjysmë luge sod. Luge të ëmbëlsirës. Kakës. Edhe tani po pres mamin e cila po më bën këtë punën të vështirë, po më pret çokoladën në copa të vockla, të cilat do t'i vëm këtu brenda që kemi miellin edhe sodën. Edhe kur t'i vëm këtu do t'i përzim, edhe të gjitha këto do i hedhim avash këtu, duke përzir, duke hedhur, duke përzir, duke hedhur. Tak, 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 tok, 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 tok. Edhe tani që kemi brumin gati, do t'i marrim një nga një, do t'i bëjmë rëmbullake edhe do t'i bëjmë këtu biskotat tona. E para. Fantastike. Duhet provoni patjetër. Shumë të mira. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Situata ime është kjo, jam zgjuar e tani duhet të filloj të bëjmë avash gati për universitet. Kam porositur edhe kafet shkëntime, edhe mbarove dhe meditimin e vlogut që sapat, po keni arritur deri në këtë pikë. Ju dua shumë, më lini një zemrushka blu poshtë të komentet. Edhe e di që ky vlogu doli pak i vogël, nuk kisha shumë kohë të filmoj këto ditë, sepse isha që në mëngjes deri në darkë jashtë dhe kisha shumë gjëra për të bërë, edhe prandaj mundohesha të filmoj sa kisha mundësi kur isha në shtëpi, që ndjem edhe më rehat ju flas më shumë. Javën tjetër shpresoj të rikthej me një vlog pak më të madh. Po ju ka pëlqyer ky vlogu, më lini një like, një koment, një subscribe në këtë kanal si panda. Dukem tani. Diku këtu unë do ju le, edhe ne të shifemi të video radhës. Mua!